Brikena Selmani, një nga konkurrentet më interesante të Big Brother VIP Albania 2025, e cila u përfol për shkak të një lapsusi që ajo bëri në Miss Grand International 2025, ku ajo përfaqësoi Kosovën edhe tha se dinte të fliste gjuhën e Kosovës edhe gjuhën e Shqipërisë. Dhe kjo përveç se shkaktoi debate që i dim që nga viti i kaluar në lidhje me Shqipëri-Kosovë, gjithashtu u kthye disi edhe në një meme. Por Brikena na ka surprizuar, sepse Brikena nuk është vetëm një vajzë e bukur, por mendje lehtë. Brikena duket një vajzë me këmbë në tokë, një vajzë e shkathët në mendime, një vajzë që di të kthej përgjigjen aty për aty, por në një mënyrë shumë të bukur, me takt, me kulturë, edhe është një vajzë gjithashtu tradicionale, gjë që ishte edhe surpriza e shumë njerëzve, të cilët mendonin se Brikena ishte një personazh tjetër. Çfarë mund të mësojmë nga Brikena? Të paktën deri tani, unë nuk e kam ndjekur të gjithë Big Brother, domethënë gjatë javës, por me aq sa kam parë në spektaklin e javës së kaluar, edhe pak grimca aty këtu që më kanë dalë në internet, do t'ju lej me një fjalë, mos gjykoni kurrë vetëm nga një incident ose vetëm nga pamja jashtme, sepse nëse marrim kohë t'i njohim njerëzit me tamam, atëherë do të na surprizojnë. E di çfarë mendoni ju? Komentoni më poshtë, gjithmonë me respekt. Zoti ju bekov, dhe nëse nuk më ndiqni, ju ftoj të më ndiqni nëse ju pëlqen që të trajtojmë këto tema gjatë kësaj kohe. Mirupafshim, e dëgjojmë në videon tjetër ku do të mbuloj një personazh tjetër, po aq interesant sa edhe Brikena, por ndryshe.